pa ja përsërisë edhe njëherë. O rrit me keksa, unë jom rrit në kull që jo gjekë. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Struga dërgoi një paralajmërim të ashpër ndaj strukturave politike maqedonase, duke i akuzuar për hakmarrje sistematike dhe përjashtim të shqiptarëve nga institucionet. Sipas tij, këto politika mund të shkaktojnë pasoja serioze dhe një revoltë të paparë në mesin e shqiptarëve. Unë jam i hapur me miqë dhe armiq, pa u friksuar sepse gjithmonë e kam thonë dhe e them të vërtetën. Por me lirin e popullit tim kur s'kam bë kompromis. Është fatkeqësi kur dëgjoj, kur i përcjell mediumet, përcjell si ato të shkruara, si ato elektronike. Të gjithë të bashkuar kundër shqiptarëve. Të gjithë të bashkuar dhe fshihen dhe justifikohen se po luftojmë Bashkimin Demokratik për Integrim. Sa është e vërtet që luftojmë Bashkimin Demokratik për Integrim? Kështu që bëjnë mirë të reflektojnë, kanë kriju unitet për të na luftuar ne. Dhe në këtë situatë, ne vlerësojmë që shqiptarëve u duhet uniteti kombëtar. Ti lëmë anësh hidhrimet e së kaluarës, sepse duke qenë shqiptarët të hidhruar në të kaluarën, e në kacafytje me njëri tjetrin se kush do jeti i pari, e kush cilën principat do e udhëheq e do e zotroj, ne jemi coptuar në copa-copa. Shqiptarëve të duhet uniteti. Fatkeqësi është që pas sa vitesh forcat politike Maqedone aplikuan formulën e Miloševićit me shqiptarët e ndershëm. Është fatkeqësi që akoma përdoret platforma e Çubrilovićit, e Grashaninit, e Ivo Andrićit. Po të duash ti sundoj shqiptarët, ato për qaj. Po të duash, ti sundoj shqiptarët, hiqva historin krenarin i lire. Po të duash, ti sundoj shqiptarët, kompromitoj për para komunitetin ndërkombëtar. Dhe kjo e fundit ka të bëj, pikrisht, duke mos patur argument tjetër, si ti akuzojmë shqiptarët. Si ta akuzojmë forcën drejtuese pararojë të shqiptarëve Bashkimin Demokratik për Integrim. Dhe kanë krijuar vokabularin e përditshëm të korruptuar, të kriminalizuar, të pareformuar, po ata ka 50 vjet si kanë ndërru kuadrët. Dhe investimin më të madh kemi bërë në kuadër. Nga do që të shkosh në për institucione, ke kuadro që në rrisin krenarin, në nderojnë me aftësit profesionale që ata që kanë. Mirë po, për fatë të kesë sot ato kuadro maltretohen, kesë trajtohen, përjashtohen, nuk e ndihmon shtetin dhe perspektivën në rrugën europiane, kjo hakmarrje që ndodh kundër shqiptarëve. Kjo vetëm që nxit një revolt të paparë të shqiptarëve, dhe këtë ata nuk e kuptojnë.
Kjo duhet kuptuar drejt. Prandaj, duhet jemi të kujdesshëm, duhet të jemi të kujdesshëm. Sepse unë të kaluarën e di shumë mirë, ajo e kaluar është e dhimbshme dhe jom luftëtar që ajo të mos përsëritet. Po të ndërtojmë të ardhme. Po jam duke i orientuar njerëzit që ne të në japin këshilla se ne duhet të ikim në Shqipëri e të ikim në Kosovë për të folë gjuhën tonë. Po kur ka folë Shqip kjo tokë, nuk e dia kanë qenë të tjerët.